metoda të tjera. Patjetër. Ka metoda të tjera, mendoj. Photoshop. Sa nga studentët tuana mendojnë që në të ardhmen do të bëjnë punë që lidhen me rrjetet sociale, që mund të jenë në marketing, që mund të jenë në prodhim kontenti, në fotografi, në video, në montim e të tjerë. Okej, pyetje shumë e drejtë kjo dhe me vënë në fakt, sepse një pjesë e mirë e studentëve të mi e kanë këtë pra si qëllim dhe si dëshirë, po janë të prirur dhe nuk mendoj që kanë shumë nevojë për informacion të detajuar për sa i përket kësaj pjese. Gjithmonë duhet si një influencer, gjithmonë duhet të kesh informacionin e duhur për gjithçka, sepse ti nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Jo, nuk e kam fjalën vetëm për influencer, e kam dhe për këto marketing një pjesë. Pra ti duhet të kesh një strategji shumë të mirë se si ta përcjellësh këtë gjë te klienti, që do ta shesësh këtë gjë, pra duhet të jesh shumë i kujdesshëm për mesazhin që ti do të çosh. Sepse për shembull unë njoh njerëz që bëjnë reklama vetëm sa për të marrë ato lekët, por ndërkohë feedbacku është shumë i ulët, pra ti duhet të kesh bagazhin e duhur, informacionin e duhur, ti je shumë bindës që këtë punën ta marrësh dhe ti të krenohesh dhe thua shiko se un kam bërë këtë punë. Sidomos informacione e duhur, sepse produktet që reklamohen nga influencerat fillojnë që nga produkte që nuk kanë ndikim drejt për drejt për shëndetin. Shumë e madhe, për shembull, unë më ndodh shpesh që duke kontrolluar, duke bërë gjëra, shikoj dhe them, dua ta marr edhe unë këtë. Po ndoshta unë atë gjë e kam reklamuar shumë gabim edhe unë këtij personi mund t'i bëj shumë keq me atë gjë që ndoshta nuk është e mirë fare. Po ka ndodhur një ndryshim se edhe tani rrjetet sociale të paktën për suplemente apo produkte që mund të kenë pasojë shëndetësore ka gjithmonë një slogan këshilloni me mjekun tuaj, po, për ta përmbyllur atë për profesionet edhe që po shkojnë drejt digital marketing. Mendoj që prirur. Jo mendoj, por realisht fakti tregon që tendenca është e madhe dhe janë të prirur dhe e shikojnë si një profesion edhe që gjeneron të ardhura, por edhe si një profesion të këndshëm, që i kënaq, pra që i bën të ndjehen mirë, që duket më i lehtë. Më i lehtë, që mund punosh dhe nga shtëpia, pra shikojnë shumë faktor njëkohësisht dhe e mendojnë si profesionin e së ardhmes. Sa kohë harxhon në rrjetet sociale duke bërë scroll ti Ana vet? Tani që mos ta mohojmë një kohë fikse, unë nuk mund ta them, por që dhe unë harxhoj, pra se e thash që jemi pjesë teknologjisë, pra nuk bëjmë dot pa teknologjinë. Po se do të hap screen time. Por që shpenzoj. Në toja 4 orë në ditë, ndoshta pak a shumë. Është pa 4 orë ke telefonata. Telefonata 4 orë. Okej. Po cilat janë aplikacionet që ti përdor më shumë? Është WhatsApp, Instagram?